E vërteta është mburoj. Kur filloni të esni në të vërtetën, duke qenë të vërtet me veten tuaj sidomos, edhe për këtë do të flas. Kur filloni të esni në të vërtetën, kjo ju jep një mburoj kundër djallit. Gjëja e parë që duhet të bëni, nëse doni vërtet të keni liri nga zgjedhja juaj, është nëse do të merrni 100% përgjegjësi për pikën ku jeta juaj është në këtë moment. Mira, e dini sa e vështirë është kjo gjë? E dini sa kohë më desh të arri këtu? Vërtet, unë jam kështu sepse i mata abuzoi me mua. Dhe jam kështu sepse mamaja ime më braktisi, ajo e dinte dhe nuk më ndihmoi. Unë jam kështu sepse burri im i parë ishte kriminal dhe hajdut dhe shkonte edhe me gra të tjera. Unë jam kështu sepse dhe unë jam kështu sepse dhe unë jam kështu sepse. Dhe e dini çfarë vuri Zoti në zemrën time? Është e vërtet. Kjo është arsyeja pse je kështu si je, por mos lejo të bëhet justifikim që të mbetesh kështu. Kjo është një pikë e mirë. Ju jeni aty ku jeni, pavarësisht çfarë ju ka bërë të jeni aty, keni ngecur me veten dhe jetën tuaj. Dhe askush tjetër, Perëndia do t'ju ndihmoj, por askush tjetër, le ta themi kështu, shumë njerëz duan t'ju ndihmojnë, por nuk mund të mbështeteni tek dikush tjetër që të rregullojë rrëmujën tuaj. Madje edhe njerëzit që duan të rregullojnë atë, nuk duan ta bëjnë gjithë punën. Ata duan që të tjerët të bëjnë diçka për ta. Do t'ju tregoj një histori, nuk e kisha në plan ta bëja, por unë kisha vetëm një vëlla, ai nuk jeton më tani. Ai ishte 9 vite më i vogël dhe të dy ishim abuzuar në mënyra të ndryshme. Ai nuk ishte abuzuar seksualisht, por ishte rritur në një shtëpi ku babai nuk ishte i pranishëm dhe çfarëdo që ai mësonte, çdo gjë ishte gabim. Ai shkoi në Vietnam dhe përfundoi në xhunglat e Vietnamit dhe reshteri i tij u jepte djemve drogë për t'i mbajtur ata, siç mendonte ai, mendërisht të shëndetshëm. Vëllai im krijoi varësi ndaj drogës dhe ishte problem i vazhdueshëm për të. Alkooli, ilaçet me receta. Por gjëja më e madhe që unë pash gjithmonë tek vëllai im ishte se nuk merrte përgjegjësi për asgjë. Ai u martua, u bë me fëmijë dhe kurse mbështeti atë. Kur shteti i kërkonte para për fëmijën, ai punonte me para në dorë që institucionet të mos e merrnin vesh dhe t'i merrnin paratë. Ne e futëm në programe trajtimi njëri pas tjetrit dhe sapo ai fillonte të bëhej më mirë dhe fillonin t'i jepnin disa, dëgjojeni këtë, disa përgjegjësi. Atëherë vendoste që e di motor, kjo gjë nuk është për mua. Ai jetoi me ne për 4 vite dhe u përpoqëm ta ndihmonim dhe nëse unë thosha David ngriu dhe shko në punë, ai ngrihej dhe shkonte. Nëse unë i thosha Davida e bëre këtë dhe se kishte bërë, e bënte. Por nëse dikush nuk i thoshte të bënte diçka, atëherë ai nuk bënte asgjë. Kështu habitesha që të dy ne ishim rritur në të njëjtën shtëpi dhe me të njëjtat lloj problemesh dhe e trishtueshme ta them se rreth 8 vite më parë ai përfundoi duke vrarë veten. Dhe unë jam 75 vjeç dhe ende predikoj në mbar botën. Tani. Nuk po them diçka të keqe për të dhe diçka të mirë për veten, por duhet të besoj se të dy ne kishim të njëjtën mundësi. Përndryshe Perëndia do të ishte shumë i padrejtë
Nëse ai do të thoshte, po, ti mund t'ja dalësh, por s'ke për të dalë nga zgjedha, dhe ti mund t'ja dalësh, por ti do t'i jesh në zgjedh gjithjetën. Premtimet e Perëndis janë për çdo që do të. Për çdo që do të bëj atë që Perëndia i thotë të bëj, dhe të ketë atë që Perëndia thotë se mund të ketë. Po e them përsëri. Për çdo që bën atë që Perëndia i thotë të bëj, dhe mund të ketë çdo gjë që Perëndia thotë se mund të ketë. Po e kuptoni këtë? Unë dua që ju, kur ky takim të mbaroj, të shkoni në shtëpi e të bëni një takim me veten. Ne gjithmonë kemi takime, por personi që duhet të takoni më shumë është vetja juaj. Nëse e keni anashkaluar veten tuaj për shumë kohë, e keni shmangur veten tuaj, keni shmangur disa të vërteta, aq sa se dini më në çpik jeni, nga dalsoni ritmin, uluni me veten tuaj dhe thoni, çfarë po bëj me jetën time? Çfarë po bëj me jetën time? Për ku jam drejtuar? Me këtë që po bëj pikërisht tani, ku ka gjasa të përfundoj pas 5 apo 10 viteve? A dua vërtet të përfundoj atje ku jam drejtuar, apo dua që të bëj disa ndryshime tani? Forca, thoni tani. A dua të bëj disa ndryshime tani? E dini cila është fjala më e rrezikshme në çdo ju? Nesër. Kur pallati faraonit u mbush me bretkosa, bretkosa në shtrat, bretkosa në furr, bretkosa gjithandej. Po të kishin parkime, do të kishte bretkosa në parkime. Kur të nxirrnin karrocat nga parkimi, krak, 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 bretkosa, bretkosa. Imagjinoni të kishit bretkosa në krevat. Kudo ku të shkelnit, do të kishte bretkosa. Dhe Mojsiu tha, më thuaj kur të duar që të lutem, që këto të largohen dhe unë do të lutem e ato do të largohen. Dhe faraoni sigurisht që po humbiste diçka kryesore, sepse ai tha nesër. Tani, sa budalla duhet të jesh që nëse s'mund të flesh me bretkosat sonte, dhe kudo që të shkosh ato gjenden aty. E dini, forca zonja, po përfitoj nga mundësia për t'ju zemëruar. Disa nga ju, ndoshta po jetojnë me dikë që është bretkos, dopjo bretkos. Dhe ai njeri nuk i do fare, po i përdor ato, dhe ato janë kaq të friksuara se nuk do të kenë kur njeri pranë, sa që po rrinë me atë njeri budalla. Forca, hiqini qafe bretkosat sot. Tani është koha për ndryshime në jetën e disave. Unë e besoj këtë. Lehtësisht mund të ri këtu e të them, kështu thot Zoti, tani është koha për të ndryshuar. Unë besoj se ka vajosje në këtë sallë sot, që njerëzit të mund të marrin vendime. Ka shumë hir këtu që Perëndia t'ju ndihmoj të qëndroni vendimeve, por është koha të filloni të bëni gjërat që ju besoni se Perëndia ju ka thënë të bëni, ose mos bëni më gjërat që ai ju ka thënë të mos i bëni më, dhe është koha që ta drejtoni jetën tuaj në rrugën e duhur. Amen. Ja një shkrim që më trem paksa. Në kuptimin e mirë, kam një frikë nderuese ndaj këtij shkrimi. Romakëve 14:12. Pra secili nga ne do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Mendoj se kemi nevojë për shkrime që na japin pak frikë nderuese.
Ky është një problem me njerëzit sot. Ata nuk kanë frikën e duhur nderuese ndaj Perëndis. Po, Perëndia është miku ynë, por nuk mund ta shohim Perëndin si mikun me të cilin rrim dhe që na kupton dhe thjesht e dini çdo gjë tjetër. Jo, Perëndia është Perëndi. Është Perëndi i plotfuqishëm dhe e ka seriozisht atë që thot, dhe kur na thot të bëjmë diçka, është më mirë ta bëjmë atë. Na duhen pak më shumë predikime për zjarrin e ferit dhe squfurin, nga sa na duheshin vite më parë. Kështu, po lexoja diçka një ditë që thoshte, sot njerëzit mendojnë që feri nuk ekziston, ose se thjesht do të jetë një vend që nuk është i rehatshëm. Nuk është habib se kemi të krishterë qaraman. Ne duhet të kemi frikë nderuese ndaj Perëndis. Ne duhet nuk ka pse të kemi frikë nga Perëndia, ai na done, ai zot na lëndoj, por nuk mund të bëjmë shaka me Perëndin. Ne marrim mirësinë dhe ashpërsinë e Perëndis, tha Pali. Kur fryma e shenjtë vjen të banojë në ne, ne do të kemi një udhëzues dhe shoqërues për gjatë gjithë jetës sonë. Por tani dëgjoni, ne kemi një shoqërues që është më i zgjuar se ne. Dhe ai është në ne, në mënyrë që të na mbajë vazhdimisht në drejtimin e duhur, që ne të mund të kemi gjërat që Jezusi vdi që ne të kemi. Janë të gjitha tonat me të drejtën e trashëgimisë. Por Perëndia nuk do të na e jap trashëgimin që dëshiron të kemi nëse ne jemi vetë sa bebe të llastuara. Amen. Çdo prindë e di që nëse ka ndonjë lloj trashëgimie për t'ia lënë fëmijës, s'mund t'ja jap ato para një fëmije 3 vjeçar. Ai va ato që ka në një llogari derisa fëmia të rritet. Mirë, fryma e shenjtë është llogaria jonë. Dhe Jezusi tha se ai do të na zbulojë çdo gjë që është e Jezusit. Ai do të na e transmetojë atë, do ta bëjë që të funksionojë në jetën tonë, por vetëm nëse rritemi dhe piqemi në Perëndin. Gjoni 16:13, kur të vi fryma e së vërtetës, ai do t'ju pri në çdo të vërtetë. Por kujtoni se shumë nga gjërat që Perëndia do t'ju tregojë janë gjëra për veten tuaj që nuk doni t'i shihni. Unë mendoj të bëjmë pyetjen e të shohim përgjigjen. Përse jo? Sa nga ju janë tipa të vështirë? E po mirë, atëherë ma merr mendja se s'ka pse të mendoni pse nuk keni miq. Sa nga ju janë tipa kontrollues, sa nga ju duan të kenë në kontroll çdo gjë? E shihni, kjo sot është një seancë falas në koltukun e psikiatrit. Në rregull, dëgjoni, nëse e dim këtë, dhe Perëndia më tregoi kur unë po flisa me të për të ndryshuar Davin. Ai tha, është e vështirë që dikush të jetojë me ty. Më kujtohet kur Davi më tha një ditë, e di çfarë? U përpoqja të bëj këtë të kënaq ty, dhe atë të kënaq ty, dhe këtë të kënaq ty, por pavarësisht se ç'bëj, do të gjesh diçka për të qenë e palumtur. Prandaj e di çfarë? Nuk po përpiqe më. Ti ose mund të bëhesh e lumtur, ose të mbetesh e palumtur, por nuk do të më bësh më mua të palumtur. Seriozisht, bëni një takim me veten tuaj. Guxoni. Çfarë lloj njeriu jam unë? Perëndi, le të themi të vërtetën. A jam egoist? Apo jam njeri bujar? A më pëlqen vërtet të jap? Zbulova një të vërtet për veten javën e shkuar. Në këtë moshë zbulova diçka për veten
Dhe i thash vajzësime që filloj të qeshte me të madhe. I thash, e di çfarë Lora? Kam zbuluar diçka për veten time dhe ajo tha, çfarë? I thash, mua nuk më pëlqen parehatia. Dhe ajo tha, vërtet? Ti nuk e di e këtë më parë? I thash, jo, nuk më pëlqen kur është nxehtë, më pëlqen kur është ftohtë, dua temperaturën e duhur. Më pëlqen dysheku i mirë. Nuk më pëlqen një dyshek që s'është i mirë. Dhe gjithashtu kuptova se kur unë ndjej parehati, dua të sigurohem që të gjithë ta dinë këtë. Kështu, nëse Perëndia vendosi të ma tregoj këtë, mësimi tjetër që do të mësoj është të ndjej parehati dhe ta mbaj gojën mbyllur. Sa nga ju mendojnë se ndoshta kanë disa gjëra për të mësuar për veten e tyre. Në rregull, tani, s'është mirë të gënjesh një predikues. Kështu që unë dua të di sa nga ju do të shkojnë në shtëpi dhe një ditë gjatë javës që vjen, do të bëjnë një takim me veten e tyre. Në rregull, e dini s'mund të rriteni frymërisht pa të vërtetën. Por nuk është thjesht një e vërtet. Na pëlqen kur Perëndia na thotë të vërtetën për dikë tjetër. Kjo s'na dhemb. Por na dhemb kur ai na thotë, e di çfarë, është faji yt. Ka gjithmonë gjëra që të tjerët po bëjnë gabim. Asnjë s'po thotë se jeni të vetmit që po bëjnë gjëra të gabuara. Por ja thelbi, ju nuk mund t'i ndreshni. Vetëm Zoti mundet. I vetmi njeri që mund të rregulloni është vetja juaj. Amen. Dhe kështu, unë mësova shumë kohë më parë se nëse e lejoj Perëndin që ai të punojë me mua, ai do të kujdeset për njerëzit e tjerë rreth meje dhe nuk ka përse unë t'i kthej ata në një punë personale. Por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë, fjalët dhe jeta jonë të jetë e vërtet. Le të rritemi në çdo gjë duke ndjekur shembullin e Atij, që është kreu, Krishti Jezus. Ja një shembull, rrobat tona ngushtohen. Mirë, ne kur nuk ham me tepri. Ne e dim këtë. Metabolizmi ynë është çmendur fare. Rrobat na hynë në ujë. Sigurisht, lavatriçja i zvoglon ato. E vërteta është mburoj. Kur filloni të esni në të vërtetën, duke qenë të vërtet me veten tuaj sidomos, edhe për këtë do të flas. Kur filloni të esni në të vërtetën, kjo ju jep një mburoj kundër djallit. Bibla thot se brezi i së vërtetës është një pjesë e mburojës që Perëndia na ka dhënë. Ne e dim se flitet për fjalën e Perëndis. Por fjala e Perëndis duhet të zbatohet në jetën tonë. Dhe kështu, tek Efesianëve 6 thuhet që kur të kemi probleme, të shtrëngojmë brezin e së vërtetës. Shtrëngojeni, me fjalë të tjera nëse po kaloni diçka të vështirë. Më mirë mbahuni pas kësaj që thuhet, më fort se kur ndonjëherë më parë. Unë kam mësuar diçka për probleme. Me problemet afatshkurtër mund të merresh më lehtë se me ato që zgjasin shumë kohë. Ose kur përfundon një problem tjetër vjen me njëherë. Pastaj kalojmë dhe një tjetër. Dhe një tjetër na vjen me njëherë. A ndihet ndonjë sikur ka pasur problemet si tren së fundmi?
Mirë, dhe unë po kaloj disa gjëra tani, është e vërtet. Dhe unë duhet të mbahem. Kemi kohë edhe për një tjetër, kam shkruar 10 për sot. Psalmi 51:6, por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb. Cila është puna jonë sot, të jemi të sinqert me veten për veten tonë. Apo jo? Dhe e dini se çdo të mësojmë të themi, unë dua të mësoni ta thoni këtë pa ju margoja. Unë e kisha gabim. Dhe më vjen keq. Po ju merret goja. E thatë mirë e kisha gabim, por ju mor goja tek tjetra. Forca. Unë e kisha gabim dhe më vjen keq. Kjo mund të shpëtoj martesa dhe ju bën të dashur për njerëzit. Do t'jeni absolutisht të maknitur sa shumë do t'ju pëlqejnë njerëzit ju. Nëse filloni të merrni përgjegjësi për gjërat që bëni gabim dhe nëse nuk përpiqeni më të hidhni përgjegjësitë mbi dikë tjetër. Çelësi i dytë për një mrekulli. Lutja, sigurisht, sepse ju duhet shumë ndim, pra duhet të luteni në fillim. Sepse çelësi tjetër për një mrekulli është mos ndjeni keqardhje për veten tuaj. Vetë keqardhja. Djalli ju fton në një festë keqardhje dhe vendosni të shkoni. Keni qenë atje çdo ditë për 20 vite, e dini është e mjerueshme, por shkoni prap. E kush nuk do të ulet në një dhomë të errët gjithë ditën dhe të qajë të mendoj sa njeri i keq është. Çfarë gjë mund të bëj tjetër që është më e bukur se kjo? Unë kam pasur probleme me vetë keqardhjen. Unë jam abuzuar. Nuk shkova në kolegj. Devi ka shkuar të luaj golf sot. E me radhë. Më keni dëgjuar ta them këtë, por ndërsa po rritesha në Perëndin, dhe ai më kishte dhënë një shërbes dhe unë doja që ajo të rritej, përsëri harxhoja shumë kohë, po, thash harxhoja shumë kohë, duke ndjer vetë keqardhje. Nëse në takim s'kishte shumë njerëz, ndjeja vetë keqardhje. Nëse doja një mundësi të bëja diçka dhe mundësia i jepej dikujt tjetër, ndjeja keqardhje për veten. Sa nga ju duan të shohin fuqinë e Perëndis të derdhet në jetën e tyre? Mirë atëherë, sot duhet të ishni dorë nga vetë keqardhja. Vetë keqardhja. E dini pse është problem, sepse është idhujtari. Ajo na bën të shohim vetëm veten tonë, dhe çdo gjë që ka të bëjë me ndjenjat tona, dëshirat tona, gjërat që nuk po marrim, ato që njerëzit nuk po bëjnë për ne, gjërat që kemi humbur nga jeta jonë. Ajo që duhet të bëjmë është të numërojmë bekimet dhe të mos shohim ato gjëra që dikush tjetër nuk ka bërë për ne. Ligji për të rirë 7:1-2. Kur Zoti do të fusë në vendin ku ti po hyn për ta zotëruar atë, dhe kur të ke dëbuar para teje shumë kombe, Hitejt, Girgashejt, Amorejt, Kananejt, Perezejt, Hivejt dhe Gebusejt, dhe ne të gjithë kemi e i tanë, komshiejt e këqinj, shefejt e këqinj, dhimbjejt e shpinës, dhe i kemi të gjitha. Dhe tani dëgjoni këtë, dhe kur Zoti Perëndia yt ti ketë lënë në pushtetin tënd, ti do t'i mundësh ata, dhe do të vendosësh shfarosjen e tyre, nuk do të bësh asnjë aleancë me ta dhe nuk do të tregosh asnjë mëshirë ndaj tyre. Tani, unë dua ta zbatoni këtë gjë për vetkeqardhjen, por mund ta zbatoni edhe për gjëra të tjera. Perëndia ishte marrë me mua për vetkeqardhjen, e dija se s'duhet ta bëja më, dhe doja plotësisht i bindesha Perëndis.
por ndonjëherë thjesht doja të kisha një filxhan kafeje vetë keqardhjeje. Para se të mos ndjeja vetë keqardhje dhe të isha e lumtur gjithë ditën, unë doja vetëm pak kohë dhe Perëndia më drejtoi te ky shkrim. S'mund të kesh keqardhje për keqardhjen. S'mund të kesh dëmshuri për keqardhjen. S'mund ta lejosh rreth teje as një sekond. Ti duhet ta shfarosësh plotësisht dhe ta shkatërosh. E vërteta është mburoja më e fuqishme që ne kemi kundër djallit. Unë ju inkurajoj të kërkoni Perëndis të vërtetën rreth vetes suaj dhe të mbështeteni tek ai që t'ju tregoj çfarë të bëni në lidhje me të. E dini na nevojitet e vërteta, por e vërteta për veten është ajo që na ndihmon mos kini frikë të përballeni me të.